ka qenë pjesë e garës politike. E qartë, dhe në anën tjetër, të komentojmë pak edhe deklaratat e ish-presidentës Osmani, të cilat po i bën përmes një platforme shumë interesante të parafushatës, cilën po e bëjnë së bashku me kandidatin për kryeministër të LDK-s Lumir Abdigjikun Hajde Folim. Thot vazhdimisht të flet edhe për se si ka qenë një keqëqeverisje në këto 5 vitet e fundit, flet vazhdimisht edhe për përpjekjet që ndoshta kjo qeverisje i ka pasur për të prishur marrëdhëniet Kosovë së bashku me aleatët, shembull në këtë rast ai vazhdimisht i përmend Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si shihni deklaratat e saj. Po, gjithsesi është me rëndësi të kuptohet që vjosa pas një periudhe të gjatë bashkëqeverisje, ta quajmë ashtu, si presidente e Kosovës me këtë qeveri, do thotë kthehet dhe i futet garës politike dhe tash jemi në një garë politike e cila është e shpejtë, sidomos për zonën Osmani, për shkak se duhet një kohë shpejt që ajo të mri, të thotë të gjitha që të vën në një pozicion pak më të fuqishëm ose të krijojë një mundësi që të gjejë më shumë votues mbi ambicjet e saj politike që i ka në drejtim të asaj se si do të votoj votuesi pastaj. Dhe praktikisht në një farë forme mua personalisht më duken pak të ngutshme për shkak se kanë qenë në bashk udhëtim. Dhe në një farë forme është shumë e rëndësishme që këto të ishin diskutuar gjatë gjithë kësaj periudhe, mos na bëhen gjitha këto fjalë vetëm pjesë e fushatës, mirë po të jenë këto edhe të jetë mend edhe për çdo institucion qytetar më ndërtohet që nëse ka një pavërtet ose një element i cili rrjedh të bëhet edhe gjatë pjesës së qeverisjes, jo vetëm kur partitë politike shtyhen proces. Ajo që ka është me rëndësi është që zonja Osmani bashkë me zotin Abdigjiku tashmë janë bashkë në përfushata. Uroj që ajo që ka pam gjatë kësaj periudhës fundit brenda LDK-s të mos ndikojë negativisht votuesi i LDK-s dhe në të vërtetë të afrohen asaj në qëllimit që e kanë quajtur edhe ata të kenë listë të përbashkuar, edhe pse ne pam një mori ndasish brenda asaj liste, po njëkohësisht edhe asaj liste sikur me rastin e koalicionit që ata ndërtuan për komunën e Prishtinës me PDK-n. Është diskutuar në fakt edhe renditja